Qyteti i Ferizajt bëhet me stacion të ri, një projekt i shumë pritur që pritet të përmirësojë ndjeshëm infrastrukturën e transportit publik. Në ceremoninë e organizuar morën pjesë zyrtar komunal, përfaqësues të kompanive të transportit, qytetarë dhe media lokale. Kryetari i komunës së Ferizajt theksoi rëndësinë e këtij investimi për përmirësimin e qasjes së qytetarëve në transport modern dhe efikas. Stacioni i ri i autobusëve nuk është vetëm një ndërtesë, por një pikëkyçe që lidh Ferizajin me pjesën tjetër të vendit dhe rajonit. Ky projekt është një hap përpara drejt zhvillimit urban dhe lehtësimit të jetës së qytetarëve tanë, shpreh ai. Stacioni i ri është ndërtuar sipas standardeve bashkëkohore dhe përfshin një sër të hapësirave moderne si hapësira për pritje të udhëtarëve, zyre të informimit dhe shitjes së biletave, parking për autobus dhe automjete, si dhe qasje të përshtatshme për persona me aftësi të kufizuar. Përveç infrastrukturës fizike, stacioni do të ofrojë edhe shërbime të avancuara digjitale, përfshirë monitorimin në kohë reale të linjave, orareve të autobusëve, çka do të ndihmojë në menaxhimin më të mirë të trafikut dhe do të reduktojë pritjet e panevojshme. Ky projekt është financuar nga buxheti komunal dhe është pjesë e strategjisë afatgjate për zhvillimin e transportit të qëndrueshëm në Ferizaj. Qytetarët kanë mirëpritur këtë zhvillim duke konsideruar një hap të domosdoshëm drejt modernizmit të shërbimeve publike dhe rritjes së mobilitetit urban.